Debati më jashtëpër u zhvillua rreth votimit të diasporës, ku me ndryshimet ligjore do të votohet për një listë të 3 deputetëve. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, u shpreh e kënaqur që pakoja me ligjet që dalin nga marrëveshja e Përzhinës u votua para publikimit të raportit të Komisionit Evropian për progresin e vendit. Sipas saj, këto ligje u shndëruan në kritere politike shtesë për Maqedoninë. Ajo gjithsesi shfaqi rezervë se me votimin e këtij kodi zgjedhor dhe ndërrimin e funksionimit të KSZ-s do të anashkalohen të gjitha parregullsitë në të ardhmen. A kemi arritur ne, gjithsesi do të arrijmë ne bashkarisht që duke votuar këtë lloj kodi zgjedhor të sigurojmë se në fakt ne si politikan apo ata që do të zgjidhen përmes këtij kodi zgjedhor do të jenë në fakt qytetarë më të mirë, do të jenë në fakt punëtor, politikan, përfaqësues publik më të përgjegjshëm dhe më të ndërgjegjshëm. A kemi arritur? A do të arrijmë ne që duke ndryshuar kodin zgjedhor dhe mënyrën ndoshta të funksionimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në fakt të garantojmë se në të ardhmen nuk do të kemi të zgjedhur apo të emëruar çfarë kemi patur rast të dëgjojmë gjatë përgjimeve? Deputeti i pavarur Zylfi Adili tha se me këtë ligj nuk janë arritur qëllimet e votuesve shqiptar dhe nuk sillet asnjë ndryshim prej ligjit paraprak në pjesën e votimit të diasporës. Ai e kontestoi korrigjimin e listës zgjedhore me vendimet e propozuara. Mbas këtij propozimi nuk janë arrit qëllimet e votuesve shqiptar. Çka në fakt do bëhet me këtë ligj? Nuk ka ndryshuar asgjë nga ajo që ishte më herët. Ka pas variante të ketë një zonë zgjedhore, të ketë 3 zona zgjedhore, të jenë listat e hapuna, apo të mos jenë listat e hapuna. Dhe më në fund ngeli e njëjta. 6 zona zgjedhore, listat e mbyllura, lista zgjedhore e papastruar. Tani radhën e ka seanca për zgjedhjen e ministrave dhe zëvendës ministrave. Oliver Spasovski si ministër i punëve të brendshme, Frosina Remenski si ministreshe punës dhe politikës sociale, duhet të marrin dritë jeshile nga qeveria dhe parlamenti. Megjithatë, nuk përjashtohet mundësia që kjo e fundit të bëhet edhe nesër.